Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 52 vjeç dhe mendoja se në këtë moshë nuk ka më tema që të më vënë në siklet. Ke kaluar dashuri, grindje, humbje, pajtime, ke parë trupin tënd të ndryshoj dhe ke pranuar që koha nuk pyet. Por ka një gjë që nuk e kisha parashikuar kurrë, sa e vështirë është të thuash të vërtetën kur ajo prek intimitetin e njeriu që do. Gruaja ime dhe unë kemi mbi 2 dekada bashk, kemi ndarë gjithçka, shtëpi, lodhje, përgjegjësi, ditë të zakonshme që ndërtojnë një jetë. Ajo ka qenë gjithmonë gruaja e kujdesshme, e ndjeshme, me një nevojë të thellë për të ndjerë e dëshiruar. Dhe unë për shumë vite e kam bërë të ndihet në këtë mënyrë. Por kohët e fundit diçka nisi të më bllokonte. Jo ndjenja, jo dëshira për të qenë pranë saj. Ishte diçka fizike, konkrete që më vinte në siklet ta pranoja edhe me veten. Një erë e pakëndshme që më priste frymën dhe më ngrinte një muar të menjëhershëm. Sa herë ajo më lutej me butësi, unë ndjeja stomakun të më shtrëngohej. Fillova të shmangem, në fillim me arsye të pafajshme. Jam i lodhur, nuk ndihem mirë sot, ndoshta nesër. E përsërisja aq shpesh sa edhe unë fillova t'i besoja justifikimet e mia. Por ajo e ndjente këtë gjë. E shija në sytë e saj, në mënyrën si afrohej më pak, si prekte veten me dyshim, si pyeste pa pyetur. Heshtja ime u kthye në diçka më të rëndë se çdo fjalë, sepse kur nuk flet, tjetri fillon të mbush boshllëkun me frikë. Dhe frika zakonisht shkon drejt vetfajsimit. Ajo filloi të mendonte se nuk ishte më e bukur, se mosha e kishte zbehur, se unë nuk e doja më si grua. Kjo më vrau ndërgjegjen, sepse e vërteta ishte tjetër. Unë ende e doja trupin e saj. Ende më pëlqente mënyra si më afroi në shtrat, si më prekte krahun kur mendonte se flia. Por kishte një pengesë që nuk dija si ta kapërceja pa e lënduar. Një natë pasi u shmanga sërish, ajo nuk foli. Vetëm u kthye nga ana tjetër dhe lotë të tiranë heshtje. Ajo heshtje më goditi më fort se çdo debat. Atëherë kuptova se po e humbisja, jo nga mungesa e dëshirës, por nga mungesa e guximit për të folur. Të nesërme në ula përballë saj. Zemra më rihte fort, i thash që e dua, që nuk kam rreshtur kurrë së dashuruari afërsinë me të. Pastaj me zë të ulët i thash se ka diçka fizike që më pengon. Diçka që nuk di si ta them pa e bërë të ndihet keq. Ajo u skuq, u mbyll në vetvete për disa minuta nuk foli. Pastaj më tha se kishte dyshuar. E kishte ndjerë sikur diçka nuk ishte në rregull në trupin e saj. Ishte turpëruar, por nuk ishte guxuar të pyes. Dhe aty e kuptova se të dy kishin vuajtur, secili në heshtjen e vet. Që nga ajo bisedë gjërat nuk u rregulluan menjëherë, por u bën më të ndershme. Ajo kujdes për shëndetin e saj pa u ndjer e poshtëruar. Ishte turpëruar, por nuk ishte guxuar të pyes, dhe aty e kuptova se të dy kishin vuajtur, secili në heshtjen e vet. Që nga ajo bisedë gjërat nuk u rregulluan menjëherë, por u bën më të ndershme. Ajo u kujdes për shëndetin e saj pa u ndjer e poshtëruar. Unë u përpoqja të jem më i pranishëm, më i hapur, të mos e lë frikën të flasë në vendin tim. Në moshën që ne jemi, intimiteti nuk është më për t'u dëshmuar, është për t'u ruajtur, nuk ka të bëjë vetëm me trupin, por me besimin që mund t'i thuash tjetrit diçka të vështirë dhe të mos humbasësh respektin e tij. Sot akoma kemi sfida, por nuk kemi më heshtje të rënda. Ajo nuk më lutet më, nuk më fshihet më, dhe ndonjëherë fakti që flasim hapur është më i fortë se çdo akt intim. Afërsia e vërtet në fund të ditës nuk është të mos kesh probleme, është të mos i fshehësh.